Erina, mirë se erdhe dhe urime për librin e ri. Mirë si u gjej, Vera, faleminderit shumë për ftesën dhe për urimet. Jeni, se që tham, bashkëautore me Rudina Çupin nga Shqipëria. Si ju lindi ideja për një libër të përbashkët dhe pikërisht me mesazhin, me materialin që është brenda tij? Unë kisha dëgjuar për Rudinën si një autore e librave për fëmijë dhe njëjtë ajo për mua, mirë po nuk na kishte rastis që takohemi. U takohem në festivalin e letërsisë Krokodil, edhe aty patëm një shkëmbim shumë të mirë, kështu artistik po e them, edhe të ideve se çka do të mund të bënim bashkë, mirë po fjeti ajo ide edhe nuk është se realizuam diçka. Në fillim këtij viti, Rudina më ftoi që të isha pjesë e një botimi shumë të madh, po them një ndërmarrje që nuk ishte bë më herët, një libër i cili do ta shpjegonte gjithë trashëgiminë kulturore tek fëmijët. Edhe ajo e kishte të rëndësishme që t'ishte në autorsi nga dy autore, unë nga Kosova dhe ajo nga Shqipëria. Edhe unë e pranova me shumë kënaqësi, kështu që ishte diçka pak më ndryshe nga ajo që unë zakonisht botoj. Po e morëm me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, edhe kemi nxjerrë në dritë, po besoj një libër shumë interesant, një libër i cili nuk ka qenë më herët. Kështu që jam shumë e lumtur për që erdhi në dritë ky botim. E kemi në fokus, dhe më thënë, trashëgiminë kulturore që të njëjtojnë fëmijët për to. Si ishte procesi i punës, meqense dy autorët në dy kryeqytete, po them? Po, libri është një libër ndërveprues, në të cilin fëmijët nuk do të jenë vetëm lexues të thjeshtë, mirë po do të kenë mundësi që edhe të punojnë, të ngjyrosin, të presin, të shohin ilustrime të ndryshme. Do të thotë është një libër i cili është mjaft i pasur, si për nga informatat, mirë po njëkohësisht edhe për nga aktivitetet ndërvepruese me cilën fëmijët do të kenë mundësi që të punojnë. Po e shohim dita ditës që lexuesi fëmijë në kuptimin lexuesi thjesht që vetëm ta marr informatën dhe ta absorboj, nuk po është diçka e mjaftueshme. Duhet gjatë gjithë kohës që ta pasurojmë me ilustrime, po është shumë e nevojshme që t'i ndrojmë pa karakterin letrar botimeve për fëmijë, që t'i bëjmë ato sa më interesante, dhe Rudina, duke qenë një autore e cila ka sjell vazhdimisht libra me karakter edhe didaktik edhe letrar, dhe unë në anën tjetër duke sjell më shumë këto anën artistike, bënëm një farë gëshetimi dhe po mendojmë që kemi sjell një libër të mirë. Libri do thotë është një lloj enciklopedie, nëse mund ta them, lirisht mund t'i them ashtu, apo edhe një lloj manuali për trashëgiminë kulturore, ku kemi marrë të gjitha elementet e trashëgimisë kulturore, që nga veshjet, nga festat, por edhe nga elementet të tjera, nga rrëfenja, nga gojdhënat tona, nga trashëgimia jonë e pasur kulturore, materiale dhe jo materiale, po edhe nga trashëgimia jonë e pasur shpirtërore. Libri nis në një formë interesante, sepse vërtet fëmijëve, nëse nuk u shpjegojmë që kultura dhe trashëgimia nuk janë vetëm muzet dhe nuk janë vetëm kalat, mirë po janë edhe ninullat e gjysheve me të cilat jemi rritur, atëherë po besoj që kemi më lehtë me u shpjegu, po edhe mi u tregu që trashëgimi kulturore është gjithçka gati që na rrethon. Edhe libri është një siç e thash, një libër dy gjuhësh, një libër i cili do ta ketë pjesën shqip, mirë po ka edhe pjesën anglisht. Pse keni menduar edhe në anglisht? Për cilat mosha është më i përshtatshëm konkretisht? E kemi menduar për shkak se libri do të jetë shumë i qasshëm edhe për fëmijët në diasporë, dhe ata duke qenë lexues të cilët dhe diasporën. Po besojmë që edhe nga ajo që kemi pa prindërit të cilët jetojnë në diasporë janë shumë kujdesshëm që t'u mësojnë shqipen fëmijëve, mirë po në mënyrë që të jetë ndoshta më i lehtë për ta, duke pas parasysh që fëmijët e ditëve të sotme janë shumë mirë me anglishtën, i dham edhe këtë karakterin bilingual, po them kështu. Kështu që kjo është ideja, mirë po është i qasshëm edhe do të jetë, po besoj që interesante edhe për turistë huaj, sepse libri mund të lexohet edhe nga të rritur, duke qenë se ka ilustrime, ka informata të ndryshme të cilat ndonse janë thjeshtëzuar dhe janë bërë kështu më të qasshme për fëmijët. Është i gatshëm dhe po besoj që është një libër interesant për çdo që do ta ketë në dorë. Panajiri i librit në Tiranë bëhet në muajin nëntor zakonisht, a do të jetë libri dhe atje?
Po, libri... Do një promovim që... Libri veç e ka fillu rrugën e vetë, ka qenë prezent në për gati të gjitha qytetet e Shqipërisë, patëm edhe një promovim me datën 24 tetorit cili ndodhi këtu në Prishtinë, në Bibliotekën Hivzi Sulejmani, dhe po patjetër që do të jetë prezent edhe në Panairin e Tiranës. Do të ketë aktivitete të ndryshme të cilat do të zhvillohen në Panair, dhe një prej tyre do të jetë edhe promovimi i librit Rrej në zemër, ku fëmijët do të kenë mundësinë që të vinë, ta shohin, punojnë. Si që thash, përveç librit si botim i parë, njëkohësisht do t'jetë edhe një pako e ngjitësve, e stikerave, po njëkohësisht edhe e kalave, të cilat fëmijët do t'kenë mundësi që t'i punojnë edhe 3D, kështu që përveç librit do t'kenë mundësi që ta kenë edhe pakon që aty ku e shohin fustanellën, ta ngjesin fustanellën, si lloj stikeri apo gjubletën apo elemente të tjera, artefakte të ndryshme, monedhat ose ato të cilat i përmban libri. Libri është i përshtatshëm, me qenë se më bë pyetja më shumë për fëmijët e moshës mbi 8 vjeç, për shkak se kërkohet që fëmijët ta kenë një farë pavarësie në lexim. Sigurisht që puna e prindërve, puna e mësimdhënësve është shumë e mirëpritur, sepse ata do ta pasurojnë edhe matutje, mund të ketë informata që mungojnë, po edhe mund të linden pyetje nga fëmijët, të cilat sigurisht që përgjigjen më të mirë mund ta kenë edhe prindërit vetë me eksperiencat e tyre, po edhe mësimdhënësit me dijen që veç e kanë. Erina, para se të kalojmë të librat e tjerë që jeni autore e tyre, kisha dashur që të lexoni diçka nga libri i fundit që jeni bashkëautore. Po, me kënaqësi. Si që thash, libri përmban shumë elemente, po ndoshta të lexoj diçka për gjubletën, edhe pse po e shoh këtu edhe një rrëfenjën e Rozavës për shembull, po edhe rrëfenjën e fuqisë së mujit, në cilën kemi zonat, kemi dragonjt, po besoj që të jetë shumë interesante, po nga eposi i Krishnekëve. Dhe ilustrime shumë të bukura. Po, është për kujdes ilustruesja shumë e talentuar Amandja Simik, se cila jeton në Gjermani, cila ka bërë një punë të mrekullueshme, dhe po besoj që gjithë ekipi i botimeve Pupës ka bërë një punë shumë të mirë për të nxjerrë një libër shumë kualitativ, një libër i cili nuk ka qenë përpara po mendoj nuk ka një libër të ngjajshëm për trashëgiminë kulturore për fëmijët. Po lexoj për shembull për gjubletën. Gjubleta ajo është një veshje lashtë shqiptare rreth 4000 vjeçare. Gjubleta është simbol i identitetit kulturor që përfaqëson trashëgiminë, historinë dhe mjeshtrinë artizanale shqiptare. Kështu vlerësohet ajo dhe që prej vitit 2022 është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale botërore. Për vajzat e vogla, ajo është e bardhë, ndërsa për gratë është e zezë. Thuhet se dikur gjubleta ka qenë e kuqe, por pas vdekjes së Skënderbeut u bë e zezë në shenjësie për humbjen e tij. Thuhet se ajo rri në këmbë, pasi peshon 13 deri 14 kg, ka formën e këmbanës dhe është e gjitha prej leshi. Artizanet, kur fillojnë punën, zgjedhin të jetë hënë e plotë, vendosin një tufë me lule në veç dhe në çastet e para të punës nuk flasin me askënd. Kjo është një detaj. Mandej fëmijët do ta kenë të ilustruar gjubletën, do të kenë mundësi që të shohin pjesë të saj dhe do të kenë mundësi që një pjesë të gjubletës edhe ta ngjyrosin vetë. E njëjta vlen pastaj për xhamadanin, i cili gjithashtu është pjesë e librit. I shkruar edhe në formë përrallë, sikur në formë përrallë, shumë tërheqëse edhe për të rritur deri më për fëmijë. Po, ashtu jemi mundu, për shembull është një pjesë ku flasim për flinë, dhe unë e kisha parasysh nga fëmijëria ime që gjyshet tona gjithmonë na e nxirrin nga një petull ose nga një rand flije përpara se të piqej, edhe unë u përpiqa duke pas gjithmonë këtë idenë atë që e thash edhe më herët, që trashëgimia kulturore është shumë tepër se gurtë edhe se kalat edhe se muzeet, janë edhe mbërjetimet tona, të cilat i trashëgojmë brez pas brezi, e vendosa atë aty brenda dhe thash që kur kaput një rand flije, kaput një rrezë dielli, sepse flija vërtet i ngjan diellit, edhe ashtu është edhe ideja e saj, edhe ashtu është simboli i flisi i lirëve i paganëve të lashtë. Që këto janë elemente të cilat të gjitha janë futur në libër.
po më qenë vetë ndoshta librit e pjesë për shembull ku flasim ande edhe për mënyrën si bëhen dasmat, cilat janë këngët tona popullore. E kemi bërë një dy faqer vetëm për këngët me lule, të cilat i gjejmë në këngët tona popullore ose në këngët tona nga njerë edhe zbavice. Kështu për shembull kemi përmend Zambakun e Zrenit këndej, po mandej kemi përmend Luleborën në anën tjetër ose këngë të ndryshme të cilat na sjellin hare e na sjellin shumë i pasur edhe me ilustrime dhe me përmbajtje. Po është ende në për librarit tona që prindërit mund ta blejnë? Libri do t'jetë shumë shpejt, njëherë pas panairit do t'jetë i qasshëm edhe në panairit, edhe në libraritë e Kosovës, po edhe në libraritë e Shqipërisë, kështu që të gjithë prindërit të cilët duan ta kenë librin i inkurajoj, po besoj që kushdo që do ta ketë në dorë për herën e parë, vërtet do ta shohë që është një libër i cili është punu me shumë entuziazëm, me shumë zell dhe është bërë një punë shumë e mirë. Kemi konsultuar edhe etnolog, edhe historian, nuk kemi që libri të ketë elemente të cilat mund të jenë kundërtanëse apo edhe elemente të rënda për fëmijët. Do thotë është bërë një punë me të vërtet profesionale. Kemi heq pjesë, ju e dini si shkon pjesa e redaktimit të librave. Mendohet njëherë se diçka mund të flejë mirë në libër, pastaj hiqet, pastaj prapë ripërpunohet, kështu që ka qenë një punë shumë e mirë dhe ka qenë vërtet kënaqësi bashkëpunimi me Rudina Qupin edhe me gjithë stafin e Pupës. Shumë suksese me librin dhe ju falenderojmë shumë që për fëmijët tanë keni sjellë një përmbledhje të gjithë kësaj trashëgimie për fëmijët tanë. Faleminderit shumë. Ajo pjesa që lexove për Xhumbletën vërtet më duk si një prrap, por faktikisht është e vërtetë dhe fëmijëve mendoj që do t'ju memorizohet që në momentin që do ta lexojnë dhe janë elemente të rëndësishme që duhet t'i dinë. I gjithë libri është i ndërtuar në këtë frymë. Do të është bërë në atë mënyrë që tjetë sa më i kapshëm për fëmijët. Do të edhe kur flasim për kështjellat, i flasim kështjellat prej rëre, do të janë personazhe të cilat takohen në Shënxen. Nuk po zbuloj shumë nga libri se besoj që do të ketë fëmijë të cilët edhe do ta kenë në dorë dhe do të kenë mundësi vetë që ta eksplorojnë. Por janë bërë të kapshme në atë mënyrë që fëmijët ta kenë sa më të lehtë të absorbojnë gjithë materialin. Faleminderit shumë juve si autore. Erina, ju jeni edhe autore e 7 librave të tjerë, pra, jo bashkautore, autore. Na flisni pak një rezume të përgjithshme të shkurtër për secilin libër. Po, unë jam autore e letërsisë për fëmijë edhe e poezisë më shumë. Unë nuk kam eksploru shumë në përpos librit të fundit tash që po eksploroj diçka pak më ndryshe, kam shkruar mirë, po nuk kam diçka tjetër të botuar përveç se vjersha për fëmijë, poezi për fëmijë. Kjo është ndoshta ajo le të themi fusha të cilën unë kam lëvruar më shumë si autore. Kam filluar shumë herët në bankat e shkollës aty ku nisin gjithë autorët me shkrimet e veta. Në 2006 kam botu librin e parë dhe pastaj kam vazhdu me 7 libra të tjerë. Libri i fundit i cilin e kam nxjerr para librit Rënjt në zemër është fjala, është libri i buzëqeshjeve, një libër cilin e kam shkruar gjatë kohës së pandemisë. Është një libër i tërë për buzëqeshjet edhe për buzëqeshjet e munguara gjatë kohës së Covidit. Para ti kam sjellë një libër i cili po ashtu ka një tematikë shumë interesante dhe cili më flan shumë për zemër dhe është libri Të martën nisemi në Mars, që flet për një rrugtim në Marsin e largët, duke qenë se Marsi ka qenë gjithmonë një farë lloj ëndrejimja e fëmirisë, ndoshta sepse në kohën time sa isha fëmijë flitej shumë për një potencialisht për një jetë në Mars. Ishte një planet i shumë përfolur edhe gjithmonë më ka intriguar shumë kështu. Edhe kam sjell një libër i gjithë për elemente toksore, për sende të cilat duan të nisin një jetë të re, mirë po gjithmonë me idenë që tokës t'i japim sa më shumë dashuri edhe ta ruajmë mjedisin, ta ruajmë klimën. Do thotë kjo është ndoshta elementi kryesor i cili
e karakterizon të librin. Unë përpiqem vazhdimisht, duke qenë se jam shumë me pranishme në ambiente letrare dhe me karvani shqiptarëve për fëmijë të cilën më kanë mirëprit prej fillimit, por edhe në ftesa të ndryshme që më bëhen nga arsimtar, nga mësues, nga shkolla, jam vazhdimisht aktive, shkoj, ju lexoj fëmijëve, punoj me ta, bashkëpunoj, bashkëbisedoj. Dhe ky lloj interaktiviteti më ndihmon shumë që të jem një vëzhguese shumë e mirë e çka duan fëmijët, cilat janë interesat e tyre, çka po ju pëlqen atyre, dhe mandej ajo të më përkthehet edhe të jetë inspirim për ato që shkruaj. Thuhet se sot mungojnë shkrimtarët për fëmijë. Cili është mendimi juaj? Është e vërtet, më vjen shumë keq të them drejtën, sepse ka shumë vite që unë ende karakterizohem ose më thonë një ndër shkrimtarët e pakta ose më të rejat për fëmijë, dhe unë u bën 8 libra që jam prezente, kështu që është e vërtet, kemi një brez i cili në ikje të shkrimtarëve për fëmijë, kemi pas shkrimtarë, ju e dini, të mrekullueshëm me cilët jemi rrit, prej Recep Hoxhës, Rifat Kukaj, Vebi Kikaj, Ari Demolla, Gimdeva, emrin e të cilit e mbajnë karvani shkrimtarëve për fëmijë, shumë Ali Huruplica, Abdullah Thaçi, shumë shkrimtarë të mirë, me të cilët kam pas fatin edhe të jenë pjesë e karvanit, shumicën prej tyre ti takoj, ti bëj miq, kështu, edhe pse kemi një dallim ndërbrezor, kemi ende shkrimtarë shumë të mirë, Xhevat Sylan, shumë shkrimtarë të cilët janë ende prezente. Si ndodhi që të orientoheni nga letërsia për fëmijë? Ndoshta ky takimi me shkrimtar. Unë jam rritë në një ambient me libra, duke qenë se gjyshim është shkrimtar, edhe Nesmi Rahmani. Po nuk e di pse nuk e kam pas guximin që të shkruaj diçka tjetër, ndoshta sepse kam pas një kritik pak më të, po them kështu, pak më të madhe në shtëpi. Edhe duke qenë fëmijë kam filluar me shumë për fëmijë, mandej veç e kam kuptuar se duke qenë se jam edhe një person shumë spiritual e imaginativ, më karakterizon një imagjinatë e pasur, edhe prej fëmijë kam qenë një fëmijë shumë kurrështar. E kam pa që kjo është një farë dere e cila e rrit ose e ushqen imagjinatën time, edhe e kam gjetë veten shumë mirë. Përveç se keni shkrimtar në shtëpi, ai edhe udhëheq dhe një shtëpi prestigjioze, votuese pa ikonica në Kosovë, kështu që vazhdimisht keni qenë rrethuar me libra. Po, kam qenë shumë e rrethuar me libra, është e vërtet, edhe tash jam shumë e lumtur që gjyshi duke pas shtëpinë e vet botuese në plot ndërmarrje të cilat ai po i merr, dhe shumë libra të cilat po botohen, unë po kam rastin që t'i ndihmoj në role të ndryshme. Që jem një farë dore kështu e zgjatun e tij e ndihmës me aq sa po kam mundësi, duke qenë se unë bëj një punë tjetër në jetën time të përditshme, kam një tjetër angazhim, edhe më pëlqen shumë puna e shtëpisë botuese, është një punë shumë impenjuese, është një punë vërtet e cila i sjell ato rezultatet e veta, mirë, po i ka edhe sfidat sigurisht. Erina, ju jeni dhe nën vetë, keni një vajzë gati 5 vjeçare. Sa ju frymëzon ajo në ditët e sotme që të shkruani letërsi për fëmijë? A ju jep shtytje më të madhe se sa para se të bëshit nën? Po, sigurisht, unë si që tash duke qenë vëzhguese dhe asaj se vrojtuese, ndoshta shumë e mire, çka ju pëlqen fëmijëve të tjerë, kontakti me vajzën time, që është kontakti i përditshëm, e bën edhe më të lehtë që ta shoh se çka ju pëlqen, çka i nxit ata, ose çka është më interesante për ta. Vajza ime është ende në fazën e ilustrimeve, duke qenë se ende nuk i ti shkronja, është pak më e vogël, po patjetër, po besoj do të ishte inspirim për gjithë fëmijët tanë, janë inspirim për të tërë ne, kështu që aq më tepër që ka emrin Liza, ka emrin e Lizës në botën e çuditërave. Kjo është një rastësi, po plot mendojnë që e kam për me qëllim. Erina, të falenderoj shumë që ishe sot me dëgjuesit e Radio Kosovës, dhe njëherë shumërime për librin Rënjat në zemër, dhe shumë sukseset të tjera. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, për hapësirën që më datë mu, po edhe njëkohësisht prurjeve të reja që bëjnë në letërsim për fëmijë në Kosovë.